Mbrëm mbeturinave të hedhura në brigjet e liçenit të Shkodrës përtej bypassit jo më shumë se 500 metër larg godinës së prokurorisë dhe ish gjykatës së apelit në Shkodër në drejtim të Koplikut u është vënë zjarri. Siç kemi theksuar dhe më parë, ky mjedis është kthyer në mënyrë flagrante prej kohësh në vend grumbullimi të inerteve me një sipërfaqe të konsiderueshme që po zgjerohet dita e ditës. Pamjet e filmuara para ditën e së dielës me datë 29 qershor tregojnë vatrën e zjarrit të mbrëmshëm nga e cila ende del tym. Ndërkohë, në mënyrë të paligjshme, është hapur dhe një rrugë për qarkullimin e automjeteve. Flakët kanë përfshirë dhe sipërfaqe pyjore, pjesë të ekosistemit të liçenit të Shkodrës. Kjo situatë është një tjetër tregues se mbrojtja mjedisore në Shkodër vazhdon të jetë e pandjeshme ndaj vatrave të tilla të ndotjes, të cilat prej afro 3 dekadash kanë rrethuar qytetin dhe po avancojnë gjithnjë dhe më shumë drejt brigjeve të liçenit të Shkodrës. Në një zonë ekologjike si kjo e liçenit, e mbrojtur dhe nga legjislacioni ndërkombëtar për mjedisin, vatra të tilla nuk janë vetëm të patolerueshme, por përbëjnë dhe një krim mjedisor. Dhe pse kjo është theksuar disa herë në kronikat e medjave, u kanë kushtuar rasteve të ngjashme në Shkodër, faktikisht as inspektorët e mbrojtjes mjedisore dhe as pushteti vendor nuk kanë vepruar deri më sot për të parandaluar krijimin e këtyre vatrave dhe për t'i bllokuar ato. Në gjendje të tillë në brigjet e liçenit të Shkodrës është e papranueshme dhe e dënueshme. Prandaj, neglizhenca e treguar deri më sot është e patolerueshme dhe ka çuar në ndotjen e këtyre hapësirave, që në fakt përbën një pjesë të rëndësishme të ekosistemit të liçenit.